Ore, kush ajo Adela njerë? Kush Adela? Po, kush kjo Adela njerë? Kush kjo Adela, moj se plasja e mamaja ime? Ore, kush Adela, kush Adela? Prit, se do t'a thrasun tani. Ja, për një sekundë. Adela! Adela! Erdi Adela. Ajde Adela, se t'kemi lënë. Adela! Prit, dil tu. Është era... Mirë mbrëma, mirë se erdhe. Moj, që ke bërë asaj mamas time ti? Po që janë këto ndryshime kështu? Kemi pas keni vendosur. Gjvendosje që. Quhet gjvendosje, po si u kam si jeni? Bëm trekëndshin. Trekëndshin, ë? Jemi... Shenja masone, se që po bëjmë sa shenja këshu Adela? Jeni bërë shumë, jeni bërë shumë. Po, bra njerë unë këshu në televizor, e më tha njëri, po ti e mason? Ti Erioni ka pak fytyrë masone, apo jo? Po a i me atë fytyrë mason duke. A i ka pak fytyrë masoni, kurse ti ke qëndrim masoni. Shtu që ju bashk... Po sa shumë në mungove ti? Ju mungova? Vërtet. Faleminderit shumë. Do ta diskutojmë pastaj atë. Një vit erdhi, një vit tjetër pa ty, kështu se si na u duk, nuk e di. Do ta diskutojmë më mbrapa, Edhe mua mori shumë. Tani qa lajme na ke sjell më Po që bëhesh janë nga perëndimi? Bore madhe, të zuri Qameti, Bore madhe, Qameti madhe, dhe shngriva. Do ta diskutojmë pastaj punën e ngrirjes. Tani diskutojmë këtë. Tani të shkrirjes. Do flasim për... Për burat në stadium? E lezetshme, se në fakt sa thua kështu shife, të shkon mundja të gjitha ata barkë, s'po e thema të fjallën se të jo, se na gjobisin këta amant keqa. Me barkë dera më thuja. Jo. Ua, qa ka më? Se jemi të rubrike humorit, për ka ca që se kuptojnë që është humor. Okej, nuk e kuptojnë. Por ideja është... Të ngjallurit, po. Të shkon mundja direkt dhe të burrat dhe të gratë, nëse unë do qëndroj të sektori i grave dhe grave shtatzën, dhe në qoftë se gjithmonë gratë e shkreta kam pasur këtë tiktakun që duhet të bësh fëmijë sa më shpejt, pas kanë qenë të gjitha legjenda urbane, sepse ato që lindin fëmijë pas moshës 40 vjeçare, rojnë deri në 100 vjeç më duket. Tendencë të rojnë deri në 100 vjeç. Unë e besoj. E beson unë? Po, votoj. Sa vjeç ke qenë ti kur ke lind, kur ke bërë fëmijën? Unë kam qenë 33. 33, okej. 33. Po pse e beson ti këtë? Po e besoj se po më thoshte vajza sot në mëgjes, mami kam lexuar një lajm, tha, kështu që aq shumë që nga përhapur ky lajmi. Ishte një nga më të kërkuarit, më të klikuarit dhe ndaj dhe unë e zgjodha për diskutim, sepse bie në kontradikt me çka ka qarkulluar deri ditën e sotme. Tash deri në 100 vjeç të rosh me vojtka, ne themi kështu. Do jesh veti... Po këtë që ka balkim, nuk që ka... Do jesh veti i tretë bashkë me bastunin. Se gjyshri ta në thoshin këshu. Se imagjinoj një nën tani në këtë mosh të bëj një fëmija mbas 20 vjetësh, nëna do jetë 60 vjetë, dhe praktikisht gjyshe. Okej, por tani Ornela i ke parti se janë këto vipset 70 vjeçare, nuk ju lëviz qerpiku, madje unë ndihem kështu si none, para tyre, kështu që teknologjia ka avancuar. Me qerpik të syrit tënë do ulem të këndoj. E kam pas për këto. Aman të ulem në i vënd tjetër, se s'keni qerpiku. Okej, unë votoj për këtë, e besoj. Okej, ti e beson. Unë jo, sepse gjyshi im thoshte që gjërat bëhen që herët. E pas ka zënë lemza gjyshin sot, ramet pas këtë do që ndonet. Duhet bërë herët. Jo vetëm gjyshim, por shumë gjyshër. Tashi duhet bërë herët në atë kohë që s'lehoshin gjërat të bëheshin kështu në sytë botës, e prandaj martoheshin të bënin gjërat herët. Se gjërat e pjekura bëhen me moshë Erion tash. Okej, vazhdojmë tani tek një lajm tjetër që prap lidh moshën, lidh gratë, lidh burrat. Sa na kish munguar kjo rubrike. E dini ju që çiftet që kanë një diferencë të madhe në moshë janë më të lumtur, por vetëm në rastet kur diferenca është e tillë që gjysh është partneri dhe goca është më e re. Pra, diferenca në mosh sjell sukses tek çiftet, sidomos kur është burri ai që është në moshë më të madhe. Ky është lajmi i dytë. Po çfarë burrin e zgjumi shpejt? Unë nuk e besoj këtë. Unë mendoj që kur ka diferencë moshe, divergjencat janë më të shumta, kërkesat janë të ndryshme, nuk përputhen asnjëherë, nuk ka përputhshmëri në kërkesa, mendoj, kur ka diferencë moshe. Ka energji një burr, më të lërë të pyes, ka energji një burr pasi kalon një X mosh, apo fillon i bie në fuqi dhe... Tani, unë po ju them një sekret publik, që ka shumë njerëz që na më mbështesin, nuk bie asgjë. Ky është problemi. Do donim që të binte, që të qetësoheshim, nuk bie hiç gjë. Si e bëre si flamur topi, o doktori.
Se kjo reklame vetes ishte? Jo, s'është reklame vetes, po mua nuk ma kishin thënë këtë. Qa së të kishin thënë? Jo, nuk kishin thënë që ndodhë në kur vesh 50 vjetë. Nuk e kishin thënë të tjerë. Dhe unë kam premtuar që do t'u them të tjerëve. Po mirë, pyetja e dytë. Të bie brenda shtëpisë apo jashtë shtëpisë tani? Tani, kjo është një pyetje që s'është për në studio. Kjo është një pyetje që për kishë xhami. Bardazia i trajton të gjitha, s'ka lidhje. Po të vemi në kishë do e themi. E di qa bëri ky me këtë deklaratë. E disa super gjiro ju ke dhënë ti të gjithë meshkujve tani dhe qave të besimi, që të dalin sot në për rrugët e Tiranës e të gjuajnë nga 20 e poshtë. Po praktikisht ato bëjnë. Jo. Praktikisht ato bëjnë. E di, po lanë ata të rinë të mirë, le të ngele, po lanë ata të rinë të mirë, le të ngele, edhe për ata të vjetrit. Ata të moshës së sotme janë më në gjumë se... Nuk e di, nuk e se... Qëndrojmë të gjumi, qëndrojmë se fiksire në pikë gjumit. Rrim në gjumë. Sa orë keni fjetur mbrëm? Mos pyt. 6 orë. 6 orë, 5 orë, 5 orë, 6 orë. 6-7. Mesatarisht, 6-7. Do me thënë kjo është një mesatare që ti flet çdo ditë pak a shumë, po tjerë jonë? Si thaj, po të pishu i lajtiza të zë gjumi. Si tha gjyshi? Kishe gjyshi dha. Si tha gjyshi? Jo, me lajtiza hidratohesh edhe ke një... Se ka magnez. Ka magnez, Po, të zë ka gjumi direkt. magnez dhe të bën shumë mirë. Cila ishte pyetja? Po sa orë flije ti, sa orë flije? Unë fle një 5-6 orë. Po, qohëm një 2-3 herë. Po mirë, kështu keni fjet gjithmonë jo? Jo. Kur ishim të ri, na zinte gjumi topçe. Unë s'kam pas asnjëherë probleme. Tani, në fakt, lajmi që unë dua të vendos tani, lidhet me gjumin, por me faktin që gjumi, mungesa e gjumit shkakton më shumë stres se sa keq ushqyerja ose të mos shkuarit në palestër. Dhe flas për mungesë gjumi kur ti bën më pak se 6 orë në natë. Mua më dërmon fare, unë nuk rezistoj dot pa gjumë. Pra, në qofë se unë nuk fle, unë nuk funksionoj fare. Jo, nuk e mohoj, unë nuk funksionoj fare. Po, e pohoj. Ti thua që gjumi për ty është e rëndësishëm. Absolutisht. Unë mund të rri pa bukë, po pa gjumë. Kjo është ideja, pra, që ti, do më thënë, mund të rish edhe të ushesh shumë keq, mund të jesh edhe i vetë izoluar, dhe që kur je pa gjumë të vjen një oreksi llatarshëm, sepse kam përshtypjen e kërkon mungesa... Në rastin të Erion? Se zakonisht filozofët rrim pa gjumë, janë kështu aktiv natën. Se ishte një ratë në kaluar këshimi humor, tha Ornella që më pëlqejnë burat e zgjuar, i thashu kam 3 ditë zgjuar. Zgjuar i me të shkretët. Burat e zgjuar i zgjuar. Ti ke zgjuar për qëllime madhore. Po, unë për shpëtimin e kombit edhe më lëgjër. Tani, kombin s'do e shpëtojmë do, për shpëmenti që ju të votoni. Unë e besoj këtë lajmë. Atere, lajmi i parë ishte që gratë... Shtatë zënë. Nuk e besoj të parin. Ornella voton për të parin dhe të tretin. Po, jo, që gjumi është i rëndësishëm për njeri, unë këtë e dim nëse na ka thënë shkenca. Unë votoj për këtë të gjumit, që duhet gjumi. Për gratë shtatë zënë nuk voton? Jo, për gratë shtatë zënë ajo. Okej, momenti, së vërtetës, tan-tan. Truth. Unë i kam gjetur si gjithmonë. Ornella, gace! Tani u bëni alancë fëmbrash. Kupton nga zgjuarësia e femrave të gjerë zgjidhjet e zgjuara. Po kupton nga zgjuarësia e femrave, ose ndryshe se Shabadela? Ose ndryshe, qa them, unë kam arruar qa them. Sa ka ndryshuar Amerika. Ti thua atë fjalinë e famshme. Po, atë e di, atë do i thoja diçka tjetër, sa të kisha në mend. Për pos kësaj që the, vërtetohet ajo që thashun në fillim, që ti ke më shumë prerje masoni. Në këtë idene... E trekënqave. E trekënqave. Si qeshe, jo. Po, thoj. Apo do e thoni ju? Jo, thoj ti, se ti e ke ekskluziv. Bashkë ne zdakohemi javën e ardhshme, të premten e ardhshme, dhe deri atëherë mos i besoni çdo gjëje që lexoni poshtë lart. Poshtë lart është kështu, më fal. Edhe këshill e fundit flini gjumë. Dhe flini. Dhe lerni burra dhe gra të flenë, më vëlla, nëse doni që... Si tha ajo radhën e kaluar, tha... Nuk di, Adela e mori vetëm nga këto ndryshimet e orareve të Amerikës që ato... Vetëm e ty kam fjetur, i tha ajo, të tjerët nga lëzgjuar. Andaj, më, dhe kjo batuta më ka pëlqyer shumë. Keni pas batuta shumë të lezetshme, që ato se s'kam qenë. Ka ngërcit qimi shikim që Ashtu thot zëri Amerikës. Mirë, shkojmë në Vënqe.